S'ka, Allahu na ka thonë, inna Allahe la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allahu nuk e fal atë të cilin i bën shok Allahu. Nuk e fal. Kjo është ajet kuranor o vllazni. Këto as këtë hoxha as kur kush hiç as komentatorët e Kuranit, as vet Muhamedi alayhis salam se ka thonë këtë. Për të ka thonë Allahu i madhruar. Bile Allahu i madhruar e ka ndaluar pejgamberit alayhis salatu wasalam me u lut, me kërku falje për mushrik. E ka ndaluar. S'ka, se Allahu është një dhe Allahu nuk pranon shirk, nuk pranon një bo shok. Mushrik e kanë pyetur pejgamberin alayhis salatu wasalam, edhe i kanë thënë, na e përshkruaj Zotin tënd o Muhammed, na e përshkruaj, çush është Zoti yt, çush duket, ti po thret në Zotin një dhe vetëm, na e përshkruaj atë. Dhe pas këtyre fjalëve, Allahu fuqiplot e zbret një prej kaptinave të Kur'anit, e cila është jashtëzakonisht përmbledhje e fuqishme për çdo besimtar në çështjen e besimit, në atë se si është Zoti ynë. Na përshkruaj Zotin tënd o Muhammed. Allahu zbriti sure të Kur'anit, zbriti sure që komentatorët e Kur'anit shumica janë të mendimit se kjo sure ka zbritur në Mekë, e është fjala për surët Al-Ikhlas, apo siç njihet edhe Kul huwallahu. Na përshkruaj Zotin tënd o Muhammed. Allahu fuqiplot e zbriti këtë sure, e që natyrisht, po du me thonë edhe nëse ka përjashtime, ka shumë vogla, që e dim këtë sure, mirë po, është mirë këtë sure me mësu që shduhet, edhe me shqiptu që shduhet, edhe me përjetu që shduhet, me përjetu që Allahu është i kënaqur. Na përshkruaj Zotin tënd, Allahu e zbret këtë sure, edhe ju thot atyre i drejtohet atyre, por me këtë zbritje Allahu i drejtohet njerëzimit mbar deri në kiamet. Deri në kiamet, edhe ty me të vetë dikush sot, përshkruaj Zotin tënd. Hajtë përshkruaj Allahu. Kemi thonë, Kul huwallahu ahad. Thuaj ti o Muhammed, thuaj ty atyne që të kanë pyet, thuaj ty atyne që po ju intereson, thuaj atyne që po dojnë me të poshtru ty edhe me të nënçmu, thuaj ty atyne që kanë prapavi me këtë pyetje, po thuaju edhe atyne që dojnë me mjoft, thuaj edhe njerëzimit mbar deri në kiamet. Kul huwallahu ahad. Thuaj ai Allahu është një. Një dhe i vetëm, nuk ka tjetër përveç tij. Allahu është një i vetëm. Ndaj dhe Allahu thot në Kur'an, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Dhe Zoti juaj, adhuruesi cilin duni me adhuru ju, është një. Wa ilahukum, atë cilin ju adhuroni, i nënshtroheni për uleni, i bëni në sejdë, është një. Nuk ka tjetër përveç tij. Nuk ka tjetër përveç tij. Wahid, një. Huwa ar-rahmanur rahim. Pastaj po e përshkruan se kush është ky? Njeshi, kush është ky? Allahu jon. Huwa ar-rahman, huwa ar-rahim. Ai është Allahu i gjithë mëshirshëm në këtë dunja dhe është mëshiruesi i veçantë ditën e llogaridhënies, ditën e gjykimit, ditën e shpërblimeve, kur njerëz kanë mu shpërbly njerëz për të mirat dhe për të këqijat. Prandaj Maliki Yawmiddin i kanë thonë Zotit sunduesit të ditës së shpërblimeve, edhe ditës së shpërblimeve, ditës së gjykimit, por edhe ditës së shpërblimeve kur do të shpërblehen njerëz një nga një. Kul huwallahu ahad, Allahu është një, Allahu samad. Kjo është e lehtë, po du t'mjanu menën pak. Vallai shumë e lehtë është. Bile kënaqesh me ta. Bile me ta mundsu Allahu fuqiplot, me ta mundsu Allahu që kjo kaptin me dal prej zemrës, me ta mundsu Allahu me shqiptu, po me ta mundsu Allahu me nxjerr prej zemrës e me shqiptu me gojë në momentet e vdekjes. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wallahi shpresohet me hinë xhenet, me emrin Allahut. Shpresohet me hinë xhenet, nëse Allahu ja mundson dikujt. Sepse është i shahadeti. Allahu është një. Allahu samad. Allahu samad. Allahu është ai krijuesi ynë për cilin ka nevojë çdo krijesë.
Çdo krijes, çdo krijes, edhe bubreci atje poshtë që ecë në rrugë dhe ai ka nevojë për Allahun. Edhe s'mundet me ecë pa Allahun, pa i dhënë leje Allahut. S'po flasim për neve, s'po flasim edhe pranvera si pranver, pa i dhënë leje Allahut me ardh. Po kështu është stina bre hoxh, pranvera ka kohën e vet, e vërtet, po Allahu ka kurdis. Allahu e ka kurdis edhe ky është ligji i Allahut që nuk ndryshon, sepse sikur ndryshonte pastaj s'kish me pas vlerë më me fol për mrekullitë e Allahut fuqiplot. E kjo është mrekulli që çdo gjë është në kohën e vet. Çdo gjë është në kohën e vet. Allahu Samed, lem yelid. Askush s'ka lind prej Allahut. Askush. Ky është Zoti ynë. Edhe kështu besimtarit duhet m'ia dorëzu shpirtin, muslimani m'ia dorëzu shpirtin Allahut. Lem yelid, askush s'ka lindur nga Allahu xhalla xhelalu, wa lam yulad. Edhe ai Allahu nuk është i lindur, xhalla xhelalu. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dhe ati Allahut nuk i përngjan asgjë. Nuk i përngjan asgjë. Prandaj kjo është besimi i pastër që duhet me ndërtu o vëllezër. Edhe me këto m'ia dorëzu shpirtin Allahut. Nëse i dorëzohet shpirti Allahut ndryshe, Zoti na rujt. Atëherë s'duhet me të kajt pse po shkon pikë kësaj dynjaje, po duhet me të kajt çush ke shku. Duhet me të kajt që ke shku e Zoti e din s'falesh. S'ka, Allahu na ka thonë: Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allahu nuk e fal atë të cilin i bën shok Allahut. Nuk e fal. Kjo është ajet kuranor o vllazni. Këto as thot hoxha, as kur kush shish, as komentatorët e Kuranit, as vet Muhamedi alayhis salam, se ka thonë këtë. Për të ka thonë Allahu i madhruar, bile Allahu i madhruar ja ka ndaluar pejgamberit alayhis salatu wasalam me u lut, me kërku falje për mushrik. Ja ka ndaluar. S'ka, se Allahu është një dhe Allahu nuk pranon shirk, nuk pranon m'ju bo shok. I lumi ai i cili vdes me këtë bindje të plot, ja dorëzon shpirtin Allahut kështu. Edhe vallahi ai i cili vdes me këtë bindje të plot, se Allahu është një, për to ka nevojë çdo gjë, nuk ka lindur askush prej tij dhe ai nuk është i lindur dhe nuk i përngjan askujt, ka vdek me besim plot, me lejen e Allahut. Ka vdek me besim plot. Allahu na falt, e na mëshiroft, e na udhëzoft, e na mundsoft që të vdesim ashtu sikur se Allahu i madhruar është i kënaqur me ne inshallah xhella xhelalu.